Civil Media. Благодаря. Najpierw odbierzę Falënderit. Fillimisht që falënderit për mundësinë dhe ftesën të jem pjesë e këtij eventi të diskutojnë në lidhje me çështjen nëse Republika e Maqedonisë së Veriut ka nevojë për model të ri përkatësisht ndryshim të sistemit zgjedhor, kam vendosur nga fjalimi përgjigjen të japin partitë politike dhe publiku. Ekspertëve ndërkaqën do flas për zgjedhjet, për korrupsionin që fshihen në rregulloren ekzistuese ligjore që ka të bëjë me punën e partive politike dhe financimin e fushatave zgjedhore, si dhe zgjidhje të mundshme për të kalimin e tyre me ligjin për financim të partive politike dhe ligjin për qendrat analitike hulumtuese janë përcaktuar mënyra e sigurimit të mjeteve të nevojshme financiare për punë të rrjedhshme të partive politike, mënyra e menaxhimit dhe shfrytëzimit të tyre, si dhe sigurim të mjeteve të nevojshme për financim të aktiviteteve të partive gjatë kohës së fushatave zgjedhore. Zgjidhjet ligjore ngadalë por sigurt shpjejnë drejt financimit permanent me mjete financiare dhe dobin më të madhe e kanë partitë më të mëdha politike. Me ligjin për financim të partive politike, krahas burimeve private për financim si janë tërësi, donacione dhe kështu me radhë, janë parapare edhe burimet publike përkatësisht buxhetit që këtë vit ndryshimet e fundit në rregulloren ligjore janë rritur për 0.15% nga të ardhurat e përgjithshme burimore në buxhet. Megjithatë nuk do të flas për mënyrën e financimit dhe lartësinë për shkak se ju të gjithë mirë dini të gjitha ato do të përqendrohem në momente të tjera të pjesës së kornizës ligjore. Zgjidhjet ligjore i obligojnë partitë politike për publicitet, transparencë në financimin e tyre, në qëllim që të mundësohet këqyrje e plot nga ana e organizatave qytetare dhe organet kompetent për kontroll mbi punën materiale dhe financiare që dhe për këtë qëllim partitë politike janë të obliguara të publikojnë raporte të ndryshme si nga puna e tyre e rrjedhëse ashtu edhe për aktivitetet zgjedhore. Raportet në fjalë parashtrohen në Komisionin Shtetëror për Zgjedhje, Enti Shtetëror për Revizion dhe Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit që janë të obliguara të publikojnë webfaqet e tyre, njëjtësi që janë të obliguara të bëjnë këtë edhe partitë politike. Gjithashtu me ligjin për financim të partive politike është konstatuar se mbikëqyrja në punën financiare dhe materiale çdo ditë bëjnë Enti Shtetëror për Revizion dhe me ligjin në kodin zgjedhor kontroll të aktiviteteve zgjedhore bëjnë KSHPK, KSZ në pjesën e raporteve financiare. Mund të thuhet se këto zgjidhje ligjore me këtë mënyrë të përkufizuar të zgjedhjes së lartësisë së mjeteve për financim të partive politike dhe fushatave zgjedhore, transparencë përkufizuar në se dhe kontroll nga institucionet ekziston bazë për ligjshmëri në punën e partive politike. Mirë pa është vërtet ashtu. Mjetët që partitë politike i sigurojnë se janë të arsie edhe pse në pamje të parë janë të vogla partitë e mëdha politike në nivel vjetor realizojnë të ardhurat të larta. Mundësia për keqpërdorimin e këtyre mjeteve ekziston në kohë të fushatave zgjedhore kur partitë nga llogaritë e tyre të rregullta e transferojnë në llogari transaksionale për zgjedhjet. Është dukuri që shumë e këtillë e transferuar të jetë më e lartë në raport me të ardhurat të cilat partia i ka realizuar në llogarinë e rregullt. Arsye për këtë janë më intransparenca për të dhënat për antarësisje dhe mjetet të cilat secili prej tyre i paguan gjatë vitit. Në fakt, për shkak të kësaj situate sot jemi dëshmitar të procesit gjyqësor të financimit të partisë politike për burimeve të jo ligjore. Lartësia e donacioneve është rregulluar si me ligjin për financim të partive politike ashtu edhe me kodin zgjedhor, ku janë përcaktuar vlera dhe shumat të caktuara. Matematika e thjesht tregon se nëse person fizik dëshiron gjatë një procesi zgjedhor e shfrytëzon shumën maksimale të mjeteve që mund t'i paguajë, në dobi të opsionit politik do t'i nevojiten rreth kërkojnë ndjes rreth 12.000 euro.
Ndërkas nëse bëhet fjalë për person juridik do të ketë nevojë për rreth 30.000 euro. A mjafton edhe kjo pasuri e vogël që njeriu të heqë dorë nga e njëjta në dobi të partisë politike? Sido që të jetë edhe pse me këto janë shuma maksimale, prapë se prapë. Presim për çdo denar të paguar apo donacion është logjikshme të pritet që personat më tutje të kenë kundërshërbim, që më tutje realizohet si ndarje të funksionet vendet drejtori antar, si në këshilla mbikëqyrës punësimet e ndërta në këtë mënyrë stimulohet qarku i korrupsionit. Se përket financimit të fushatave zgjedhore nëpërmjet kompensimit të shpenzimeve për reklamim mediatik dhe internet reklamim me mjete buxhetore, e dëgjuam shpjegim nga zotriu ministri, cili ishte shkaku për këtë mënyrë të financimit. Mbetet fakti se në këtë mënyrë kjo nuk është e qëndrueshme. Të dhënat nga raportet financiare të pjesëmarrësve nga fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në vitin 2016, zgjedhjet lokale 2017 flasin dhe tregojnë se janë shpenzuar më pak para për reklamim në krahasim me zgjedhjet presidenciale nga viti 2019. Në përpjekje të gjej raporte financiare për shumën e mjeteve të cilat secila parti ka shpenzuar në këtë bazë në zgjedhjet presidenciale, e jam drejtor në 7-8 web faqe të partive politike dhe vetëm në njërën prej tyre janë publikuar të gjitha raportet si për punën në rregull dhe donacionet e fituara ashtu edhe nga fushatat zgjedhore. Kaq sa i përket transparencës së partive politike. Nëse merret parasysh fakti që rinjtë shtetëror për vizion me vite sugjeron në mos harmonizim të dhënave të cilat radiodifuzerët i paraqisin në llogaritë e raportet e tyre por më hapësirë. Hapësirën e mbaruar e mjetet e paguara. Në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve nga ana e Agjencisë për Shërbime Audiovizuale Mediatike, për herë ka më shumë minutazh krahasuar me agjencinë. Pastaj pyetja, në çfarë mënyre është planifikuar të arrihet shfrytëzim racional i mjeteve buxhetore, kur kontrolli dhe pagesa e këtyre kompensimeve pikërisht në natën para zgjedhjeve është ndarë si kompetencë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Gjatë kësaj pa u konsideruar mundësitë e tyre ka kapacitete dituri në kushte kur nuk ekziston metodologji apo akte tjera që zgjidhin këtë problem. Lidhur me kontrollin e financimit të partive politike dhe fushata zgjedhore, janë përfshirë 3 institucione shumë të rëndësishme: Komisioni Shtetëror për Ndalim të Korrupsionit, Ende për Revizion dhe KSZ. Gjatë kësaj pa pasur parasysh kompetencat dhe mandatet e tyre. Në çfarë mënyrë dhe me çfarë kapacitetet KSZ dhe KSHPK do të kontrollojnë raportet financiare të fushatave zgjedhore kur s'kan kapacitet? Në çfarë mënyrë KSHPK do të iniciojë procedura për kundërvajtje për raporte financiare të paparastruara kur në kodin zgjedhor nuk janë parapar sanksione për kundërvajtje për mos respektim të këtij obligimi? Cili është efekti nga kryera e revizionit nga enti shtetëror për revizion kur pjesëmarrësit në fushat zgjedhore për zgjedhje lokale 10 muaj pas përfundimit të tyre veprojnë? Në çfarë mënyre do të kthehen mjetet nëse konstatohen aktivitetet e paligjshme në pagimin e mjeteve për reklamim mediatik politik? Rastrohet pyetja, nëse kjo mënyrë e zgjidhur e kontrollit është të mos ketë kontroll as pak. Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit në përputhje me kompetencat e ndara me ligjin e ri për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave ka për obligim të ndjek financimin e partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Kjo tregon se me ndaljen e këtyre kompetencave të KSHPK-s është identifikuar se në punën e partive ekziston korrupsion. Ku është roli i KSHPK-s këtu? Pritet nga KSHPK-ja dhe çdo ditë të identifikojë elemente si gjatë financimit të partive politike ashtu edhe gjatë financimit të fushatave zgjedhore.
të ndërmerr masa dhe hapa konkret adekuat. KSPK me planin strategjik për 3 vitet e ardhshme dhe me kërkesat buxhetore për vitin e ardhshëm, ka planifikuar dhe ka parapar rritjen e numrit të resursave njerëzore dhe të mjeteve financiare për zhvillim të softwarit adekuat që do të mundsoj lidhje dhe ndjekjen e transaksioneve të partive me burimet prej nga donacionet dhe të ardhurat tjera vinë me mundësim për konstatimin e tyre. Por për të realizuar kjo nevojitet të bëjnë ndryshime apo të inkorporojnë rregulloret e re ligjore me çka do të mundësohet qasje e komisionit në llogaritë e partive dhe pjesëmarrësve në fushat zgjedhore qasje që me ligjin e ri për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit i është siguruar qasje akses në 17 databazat prej 17 institucioneve tjera. Prandaj u thras të gjithë juve si pjesëmarrës dhe faktor aktiv në jetën shoqërore të merrni përsipër përgjegjësinë jo vetëm në mënyrë deklarative, por me vepra të demonstroni se të gjithë jemi në luftë kundër korrupsionit dhe të jepni mbështetje për Komisionin Shtetëror në drejtim të realizimit të kompetencave të saj. Njëkohësisht ju thras të vendosni të inkorporoni inkluzivitet të procesit të miratimit dhe ndryshimeve të zgjidhjeve ligjore në mënyrë që do të çlirohet procesi nga pronësia e partive politike dhe në përgatitjen për punimin e zgjidhjeve të reja ligjore apo ndryshimet të tyre do të mundsoni pjesëmarrjen e gjitha palëve të interesuara, ndërkaq përse gjithashtu KSZ, DKSK dhe Enti Shtetëror për Revizion si palë të inkuadrore për zbatimin e këtyre rregulloreve ligjore në mënyrë aktive të kyçen me detyrinë, ekspertizën dhe përvojën e tyre. Vetëm në këtë mënyrë mund të përmirësohen gjendjet për më të mirë. Ju falenderoj. Civil Media